Ish komandanti suprem ngre alarmin, Europa po përgatitet për fundin e NATO-s. Kjo është një rubrik që nuk e kisha ndëruar kur se do ta shikoja si një ish komandant suprem alat i organizatës Traktatit të Atlantikut të Veriut, por mjerisht, duke patur parasysh të gjithë retorikën skeptike dhe gjithmonë dhe më përçarëse rreth aleancës së nderuar që buronte nga Washingtoni dhe Europa në ditët e para të administratës së dytë të Donald Trump, është koha të mendojmë se si do të dukej bota gjeopolitikisht nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të tërhiqen. A jemi vërtet në ditët e fundit të NATO-s? Çfarë do të zvendësonte atë nëse ka ndonjë gjë, ose nëse do të mbijetonte si do të dukej NATO pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në një editorial për Bloomberg, ai thotë se retorika skeptike dhe përçarëse që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa në ditët e para të mandatit të dytë të Donald Trump tregon se ka ardhur koha që të mendohet se si do të duket bota gjeopolitikisht. Nëse SBA tërhiqet, nëse vlerëson se tërheqja e Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga NATO do të ishte një gabim i përmasave pike, Stavridis përmend një seri njerëzish me ndikim të cilët po e mbrojnë idenë e largimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, çka e bën opsion një mundësi reale, sipas ish komandantit të NATO-s, nëse aleanca shpërbëhet apo nëse mbijeton pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjasa do të kemi një organizat të traktatit evropian që bazohet mbi NATO-n, por leja Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kanadaja mund të zgjedhë të qëndrojë, por ky megjithatë do të ishte terren i pashkelur më parë, pasi asnjë shtet nuk është tërhequr plotësisht nga NATO më herët. Sipas këtij, fundi i NATO-s nuk do të jetë një gjë e mirë për të dy anët e Atlantikut.